tek fëmijët. Është e rëndësishme që qysh në moshë të hershme të krijohet një rutinë, të krijohet një kulturë për mirëmbajtje sa më të mirë të shëndetit oral të dhëmbëve. Gjithmonë është diskutuar ajo që janë dhëmbët e parë, ndërrohen edhe nëse prishen, por gjithsesi derisa të ndërrohen ata dinë të shkaktojnë shumë të lashe, dinë të shkaktojnë dhimbje tek të vegjëlit dhe për t'i parandaluar këto probleme është e rëndësishme që t'i marrim këshilla dhe informacionet e nevojshme. Për këtë unë kam kënaqësinë që me mua në studio është Gjeladin Ujkani, dentist për fëmijë. Mirë se erdhe, doktor. Mirë se ju gjetëm, faleminderit për ftesën. Një kulturë është e rëndësishme të krijohet tash një kulturë qysh në moshën e hershme, sa mund të themi që e kemi një kulturë të tillë. Gjeneta tash edhe vetë jenon. E din sa e lehtë dhe sa vështirë mundet me qenë. Është sfidë në vete. Sfidë në vete. Sport ekstrem ngarja dhëmbëve tek të vegjëlit. Ma herët, para se me qenë prindë dhe vetë, gjithmonë media thosha, me i pastru fëmijët dhëmbët në mëngjes, gjatë ditës sipas nevojës edhe mbrëmje para gjumit. Tash gjithmonë e thomë, mundësisht. Thonë që nuk është e lehtë as për vetë dentistin e fëmijëve me u kujdes për dhëmbët e fëmijëve vetë, por me saj përket pastrimit, kujdesin ndaj dhëmbëve, qoftë të ushqimit, qoftë të pastrimi i dhëmbëve. Shpeshherë kohëve të fundit, kur po vinë prindërit edhe tregojnë pranit fëmijëve që mi tregu se pak po përton me i pastru dhëmbët. Edhe unë i thonë, mos i ndëgjoni prindërit jo. Kur ju thonë mi pastru, ju pastroni pa ju thonë. Pastroni vetëm sa tani ushqim plus mbrëmje. Mendojnë fillimisht që ju bjen ma mirë, ma pak mi pastru. Kur e në mbrojnë sa herë ditje hanë ushqim. Plus para gjumit ju del 4-5 herë. Ma shumë se sa vetë prindrit që ju thonë shtëpi. Ndëgju prindrit, Po ju mbetet në mendje, ju mbetet në kry, që ju këmë thonë mi pastru, pas çdo ushqimi edhe para gjumit. Jo kur ju thonë prindrit. Kur ju thëmë, une. Kështu që kjo është ma mirë dëmuan, është sfidë në vete kujdesin ndaj dhëmbëve, qoftë të pastrimit, qoftë të ushqimit. Mirë po është mirë, atë sa kemi mundësi mi unet gati në momentin që dalin dhëmbët e parë të qumshit, me u kujdes në jetë në dhëmbëve, qoftë nëse në 2 dhëmbë, 3 dhëmbë. Nga i moment duhet të njoftohet fëmiu me brushën e dhëmbëve? Me gaz sterile me qaj kamomil fillimisht. Me gaz sterile? Kur dalin 3-4 muj, 6 muj, 10 muj, atër është 1 dhëmbë, 2 dhëmbë, bëhat fjallë për 2-3 dhëmbë. Me kalimin e kohës, pas moshës, afer moshës 1 vjeçare, 1 gjysmë, atëherë kur lejojnë, bashkëpunojnë pak ma shumë, me fillu edhe me brush me fije të buta edhe me pastacion të rekomandushme për moshat e fëmijëve tonë, qoftë 1 vjet, 2, 3 tutje. Po, është mirë me o bashkë shprehi, kulturë, edukat, atë sa mundimi që fëmijët më nejtë gati e dhëmbëve, pri moshës 2-3 vjeçare më ndaj edhe pa pas nevoj mi o përmen shpesher ka rast e tila, po janë nuk numrojnë gisha, po janë ma pak, shumë ma pak 10% që mundë me thonë që janë që i pastrojnë dhëmbët pa ju thonë prindrit, tjertë edhe pse i bojnë 5 vjetë, 6 vjetë, 7 vjetë, 10 vjetë, na punojme edhe me ato grup mosha, në prindrit e kanë shumë problem për me i binë me i pastru dhëmbët, se madej të ushqimet që i konsumojmë në baza ditore, edhe ato që na i rekomandojmë ka njerë pojnë pa kontrolushme. Për shembull, ushqimet që janë ma dëmshme, janë ato ushqimet që janë ma ngjitshme. Chipsat, smokit, çokoladat me karamel, mandej edhe pijet e gazune janë dëmshme, elpistra që i dojnë shumë fëmija. E ushqimet që na i preferojmë janë ato që janë produkte uj, produkte qumshit, qaj kamomil, pëm perimet freskta, mirë po edhe perimet e pëm po janë pa kontrolushme në treg, prej avukut qoftë edhe në Kosovë edhe jashtë kufeve. Kështu që po hynë të në kohën, ushqimet që janë pa kontrolushme, e ma të kontrolushme të janë ato që i kemi në bashkë tona, në tokat tona, na nuk kemi tash të tokat tona jenë arë shumë isa jemi në qytetin, Prishtinë. Kështu që është edhe puna e pastrimit, edhe ushqimeve është sfidë në vete. Mandej, kur duhet më nejtë gati, nonat duhet më kujdes për dhëmbët e fëmijëve tyne, ende pa e planifiku shtatzanin. Ende pa e planifiku shtatzanin, me pa gjendjen, me përcjell gjendjen e vetë, dhëmbëve. Se ato viruset, bakterjet që janë tek dhëmbët e nonave, munden më përcjell edhe të dhëmbët e fëmijëve tyne. Mandej nëse një non gjatë shtatzanis,
është anemike, përdor terapi për anemi. Pa tjetër dhëmbët e qumshit e fëmijët e tyne kanë me dalë të prishur. Qysh mujtë e parë, kur fillojnë dhëmbët e parë me dalë, shihin që në matë zvetë, e tregojnë se brenda javës 10 raste kemë që na dërgojnë foto me pa gjendjen, entën pa imbush 1 vjetë e gjysë 2 vjetë, veç jënë zbesh shumë, edhe është e pa mundshme me i shpëtu, se deri në moshën 3-4 vjeqare logarisim që nuk lejojnë me punu, e ata dhomë që ka njësë mu shkri, struktura mu dopsu, mu e marë në gjyren e kaftë ose të zezë, ata për 2-3 vjetë veç kanë mu shkatru, po flasim për dhomë të përparëm të sipërm, 4 dhomë të përparëm, edhe rrallë në i herë jonë 2 vjetë që lejojnë me punu, ma ndej 3 tutje pak ma bashkëpunus. Po është problem. Duhet me kujdes prej momentit që planifikoni shtatzanin, deri në kohën kur fëmija e tyne rritën të bajnë 2-13 vjetë. Kur i bajnë 2-13 vjetë, dalin krejt dhëmë të përhershëm, atëherë mundësia për mu prish, nëse jonë shëndetshëm dhëmë të përhershëm, mundësia për mu prish është shumë e vogël. Atëherë marët për vetë fëmive. Deri atëherë besoj do të krijohet një kulturë dhe një vedije për rëndësinë e shëndetit të dhëmbëve, por sa janë të vegjël gjithmonë duhet të inkurajojmë dhe t'i bindim për t'i pastruar dhëmbët, por në cila është mosha më e hershme që mund të prishen dhëmbët e parë në bazë të eksperiencës të në përditshme? Përveç rasteve që ndikojnë terapit për anemi dhe mungesa vitamines D tek nonat, edhe ata sasit vogël që e ka nona, bartet e fëmija, po s'është e mjaftueshme për me imbrojt e dhëmbët, e ndikon shumë shpejt edhe të dhëmbët e qumshit, të këdali atyre me dalë ma gjbet. Kështu që kujdesi, në duhet me fillu në moshat të hershme, e dhëmbët e qumshit kompletuan rreth moshës 3 vjeqare. Na gjithë kohën kemi kërku që me bo në kuadrët ligjit për shëndetësi, po edhe tash ligjit për sigurimet shëndetësore, që vizitat e dentisti me qenë të detyrueshme rreth moshës 3 vjeqare, edhe nëse gjithë dhëmbët e qumshit janë shëndosh. Po, se vetëm në atë mënyrë e eliminojmë dalë nga dole neglizhencën e vetë prindërve, se ende në odat tona, në dhomat tona, salonet tona, shoqnin tonë, gjithë kohën, po fatkeqësisht edhe për një pjesë ju të vogël dentistëve që punojnë veç me të rritun, thojnë, hajtë se dhëmë të qumshtit ndrohen, kur po vinë shqetësimet e para, mbetjet e ushimit mes dhëmve, të gropat e dhëmt e pasum, mandej dhimbjet, infeksionet, mandej ju thojnë duhet me punu. Po është vonë nuk është për neve se njofim punën, po duhet me qenë mandej fëmija bashkëpunus për me të leju me punu. E moshën mesatare që kemi të fëmijëve që vizitojnë dentistin për herë të parë, po flasë për punën tonë përditshme, është mosha 5 vjeqare që është me konë mosha 3 vjeqare, mosha mesatare. E në mesatare së dhëmë të prishun i kanë, tash kam rri 10 dhëmë të prishun mesatare. Fëmija e moshës 5 vjeqare që vizitojnë për herë të parë dentistin. Në mesatare, dikush i ka krejt dhëmë të mirë, të shëndosh. Po ka dhe për aty një që kanë 16 dhëmë, 14, 20 dhëmë të prishur. Po takohen të mesatarja mosha 5 vjeqare me 10 dhëmë të prishur, që është shumë. Edhe prap nuk na shqetëson. Prap e presim një shqetësim atë madhë, një dhimbje e infekcionin, për mu zgju në pikë notes me marë fëmin, me qunë shëpit shëndetit, e të nesër me kërku pa tjetër termin se ka dhimbje, po kretë fëmija kanë dhimbje. Kretë kanë shqetësime, po na personalisht e kemi të pamundshme me arrit me plotësu kretë kërkesa që i kemi prej prindërve. Mund të intervenohet në këto prishje të dhëmbëve të parë, cilat janë metodat që përdoren? Mënyrën që është na punojmi të, sidomos të pjesa e dhëmbëve të përparën, po dhe të pasum në estetik, kanë diku ma pak terapia për anemi ose prishja e hershme për shkak gjelonjes ose ushqimeve, na intervenojmi shumë letë kër e kemi bashkëpunimi e fëmis. Punojmi pa dhimbje, pa anestezion. Po edhe në rastet ma të ronda, kër janë me infekcione, prap na punojmi pa dhimbje, pa anestezion, pa sprej, pa maska me gaz, ose pas nevoj me shtynë gjumë me anestezion total, po vetëm na duhet bashkëpunimi, krimi raporte mitësore mes neve dhe fëmive, për me arrit me pas sukses një dhomë që është edhe me infekcion. Sa rjet të krijohet një bashkëpunimi t'il, me qenë se dhe të rriturit në fakt e kanë fobi shumë shpesh dentistin e gjëre më fëmijët?
na kemi tash përvojë takojmë në 2-3.000 fëmijë ndryshëm brenda një viti. Kemi arrit në atë pikën që në momentin që hën brenda klinikës, paka shumë kemi me ditë, a kena me kry punën e një fëmija, jo. Sa kemi me arrit me kriju raporte mitësore mrenda 5 minuta, 10 minuta, 15-20 minuta, vetëm të i bisedu, të i komuniku me fëmin, ajo metet mu pa. Po rastet që janë matë vështira për me arrit bashkëpunim, ajo në ato rastet që zdojnë as me komuniku, as me këthy, ani pse nuk kanë probleme tjera, nuk janë fëmijë me nevojat veçanta, flasin, kuptojnë, dëgjojnë, po nuk dojnë me bashkëpunu edhe kur të dojnë me shku të karika, nuk dojnë me i pa dhambët. Na nuk kemi që ka vazhdojnë matutje nëse një fëmijë nuk lejon as me i pa dhambët, e lere ma me punu. Atër mbetet vetëm me majt me fortë, së dhënë shumë, që na natë një nuk lejojmë as një herë, për as një rast. Pavarësisht të gjendjes, ka tjerë që punojnë, po na kemi parimit e punës të unë jashtë cilav nuk do arim. Është nëse pra një fëmijë nuk dëshiron, pra nuk arrin të krijoni këtë bashkëpunimin, mund të preset, si mund të arrin deri tek rezultati pastaj? Nëse kemi prishje, ato nuk janë shqetësuese për momentin, nuk kanë infeksione, prite deri në një vizit tjetër, në moment tjetër, po nëse në raste me infeksione, qofte edhe nëse nuk takohemi asë njerë me prindrit, është mirë që në rast që ka infekcion, ka fryrje të mishit dhëmbe, ka fryrje, ka pjeshtjetët, ka pjesë e faqës. Jonë 4 pika që na e rekomandojmë që shpesh herë japin efekt ma shumë se sa antibiotikët. Shembull, me ndalu ushqimet e forta, që gjatë ushqyres mos me pas nevoj me i blu, me i coptu ushqimet. Se infekcioni e fryrja që bëhet edhe më e madhe, për shkak të pakujdesis, ose mos informata nga ana e prindve që nuk i quj fajtor prindrit, po duhet mu shpërndoj informata se në këtë rast që po shpërndojnë. Mandej, është mirë që një fëmijë që i ka 3-4 vjetë, 4-5 vjetë, e shkon kopsht, nëse ka ajtjet faqes, mundësisht, nëse kanë mundësi prindrit njëni për tyne me qëndru në shtëpi, me marë pushim, 1 ditë, 2, 3, deri sa të kalohet ajo fazë, deri sa të intervenohet të dentisti, të dhëmbi, me pushu. Mandej, nuk duhet me infekcione, qoftë leta, qoftë rënda, me vizitu lodrat ose në aktivitete sportive, aktivitete fizike, edhe gjithmonë, kur ka ajtje përmes akullit, çdo një orë, 2 orë me përserit, me akull, qoftë me shishe, qoftë që kanë friz diçka, me mshil me një, që i thojmë në apecet ose ruptanve që i thojmë, ka faqe dhe ka me ndiku shumë, që ajta mu zvoglu edhe mu largu me ko, ndoshta pa pas nevoj për antibiotik. Janë rastet edhe tilla kur duhet heqet dhëmbi para kohë, me qenë se e dim që dhëmbët e parë duhet heqen me radhë, në fakt në mënyrë që pastaj dhëmbët e dytë kenë të dalin në vendin e tyre, ashtu që mos kemi pastaj nevojë për ndërhyrje në të ardhmen. Po nëse kemi një dhëmbë me infeksion, mund ta trajtojmë apo mënyra e vetme është për ta larguar? Na i trajtojmë, i përmenda që kemi mira raste gjatë një viti të vizitave, edhe shumica për ty njërë me infeksionet, sidomos ata që vizitojnë klinikën tonë për artë parë, shumica janë me të lashe pak më të mëdha. Ndodhë ndosha brenda një viti, jonë hajde po lom 5 raste, po hajde po thojmi 10 raste, kur unë e kërkoj edhe një mendim tjetër prej anës të profesionistëve shëndetësor stomatologjisë. Këtë rast nëse qëllon ditë vikendi, i rekomandojmë për me vizitu klinikën e kirurgjisë maksillofaciale, kanë përvojën e ekip më e madhe, me pa nëse ajtja është e madhe, komplikimet janë më të mëdha, në ato raste shpesher ka ndodhur që me i largu dhëmbët. Atë pjesa jonë punojmë pa dhimbje, pa anestezion, edhe në rastet kur janë me infeksione, i trajtojmë, i kalojmë, kur e shohim që ka nevojë për antibiotik në raste ajtje më të mëdha që janë, atëherë i rekomandojmë. Ndryshe antibiotik na ndodh nështë brenda një viti, nuk shkujmë sa shkruan një pediatër brenda 24 orëve. Mundohemi sa ma shumë me u largu prej tyne, se në rastet kur ka infeksione, nëse ato 4 pika që i përmenda ma heret, nuk vinë funksion, nuk ju përmbahen prindrit, e kohët është edhe përdorimi i antibiotikëve. Antibiotiku mundet me ndiku mas 1 javë dite, 4 dite, 2 javë dite,
për me qetësu. Po s'do me thonë që s'ka më këthu infekcionit të dhe mbi qumshit prapë mas 24 ore, mas një jave, mas 2 jave, mas 1 mujve. Kështu që nëse ka raste, sa më të litat prishe fillestare është mirë me vizitu dentistin, me i trajtu atë raste, me i regullu, me i blombu, mos me lonë me mrit të infekcionet. Se tash edhe shumica e prindve jonë punë. Nuk kanë edhe mundësi, sidomos kur punojnë privat, me marë leje kur dojnë. Mrena 2-3 vite, për shembull, ka infeksione, 2-3 ditë nuk t'jep pushim. Mrena një viti pa kërku pushim mjekësor ose pushim vjetor. Kështu që është mirë me u kujdes para se marrë shqetësimet edhe dhimbjet e infeksionet. Se mandej ju merr kohë edhe juve si prind, edhe ju kushton më shumë, edhe ju merr kohë, edhe kur nuk mundesh me trajtu një dhomë të qumshit, qysh kishe mujt me trajtu një dhomë që ka fillu me u prish në fazat fillestare. Doktor, faleminderit jashtëzakonisht shumë që ishit pjesë e emisionit Rreth Rrotull edhe në që ndohat gjitha këto informacione me shikuesit. Faleminderit, besoj që shumë shpejt kemi mu pa me vajzën. Gjithsesi, njëherë po presim